autostradën Tiranë-Durrës, që patjetër është rrugë automobilistike më e ngarkuar në Shqipëri. Është bashkimi i 3 fazave, rreth 7 kilometra të kontraktuara në këtë rrugë. Këtu jemi në 3 kilometrat e para që fillojnë nga Casa Italia dhe përfundojnë pastaj në kilometrin e 6 te dalja për në Rinas. Është përfunduar, sot ne kemi të hapur, është shtuar 2 kursi të tjera, patjetër bëjmë një rritje kategorie në kategorinë A, por që ne kemi folur edhe për pjesën e korridoreve të gjelbërta dhe që ndoshta mund ta ulim pak shpejtësi. Ndërkohë është e rëndësishme të theksojmë faktin që këtu është vetëm 2 fazat e para, ndërkohë ne jemi duke punuar dhe kemi të kontraktuar tashmë dhe një fazë të tretë, që fillon nga mbikalimi i Rinasit dhe shkon deri në mbikalimin e Laknasit. Aty ne do kemi dhe demontimin e mbikalimit të Rinasit, në cilën jemi duke për vetëm disa sistemime për disa kabina elektrike. Do hapi pak edhe pjesën e rrugës, sepse patjetër mbikalimi i Rinasit krijon një lloj hinke për kufizimin e automjeteve. Është e kontraktuar, është për të demontuar, do kalojmë dhe do bëjmë dhe projekti parashikon edhe hyrjet dhe bërjet e rampave të reja në aeroportin e Rinasit. Im përkjadit Skarpada për minister dhe me së shpejti nisim zbatimin e kontrollës për gjendërime që të dëshoj parën e rëndësisht të konteve autostradës. Pasi parashikohet gjendërimi në mes, që do tjetë më shumë. Ndërkohë që të nësore dhe Skarpada që ju shikoni tashmë të përgatitëve për në këmësi pa dhe pëmë edhe shkolle këmësi shkurën për të vënë një gjeshë një të aksi tashmë është da i gjërë 32 metrë. Ja tre kurse. Dhe duhet bjellë shkurën një tjetër. Patjetër. Skarpada tjela, bëhet diçka Do që ne lejon tabeli për të vijë, dhe jetë pjesë e projektit, do të përkëtësorët me gjithë. Ndërkohë ne kemi të parashikuar, në fakt e kemi të diskutuar për vitin 2027 vijimin e Tiranë-Durrësit, por ne edhe pas diskutimeve që kemi bërë bashkë, do të afrojmë në 2006 në atë procedurë, në mënyrë që me njëherë të vijojmë as kilometrit të 7 ku ndërprehemi në fazat e pranishme kontraktore për të vijuar me kilometrat pasues. Sigurisht kjo është rrugë prioritare, sepse bën lidhjen në portin e Durrësit me pjesën e Shqipërisë, por bën edhe shpryrjen e sharkullimit nga hyrja nga Veriu për në Tiranë, sepse tashmë edhe me rrugën e përfunduar ne lidhemi nga aeroporti i Rinasit dhe me vijimin e saj edhe nga nyja e Kasharit. Patjetër, si shikohet, është me 4 kursi, sepse edhe lëndet asfaltike që janë bërë, që teknologjia e re e përdorur, që në fakt është për herë të parë në Shqipëri. Njës e përndryshimin e përpërës dhe polimet në asfaltit për të rejtë aftësin bajtëse, pashtu dhe jetë gjatësit, por edhe aftësit dhe ti të renusër, pa që në rastet të shira, është vetë tapeti që në segmentet të carproja për ndrejnimin të kanaleve që një shikoni të realizoja në anë të rejtës. Kjo për të shpangur që të problemi në raste leshësh. Ndërkohë jemi në fazë punimit dhe në fazën tërë, që sot e tha dhe ministri që përfshin në mirën e Laknasit, mbikalimin e Rinasit dhe zgjerimin e nënkalimet të rivuar. Dhe në ditët në vijim, në mënyrë që sezoni veror ne do të gjejmë pak ndërhyrje apo punim në aksin por gjatë ditëve në vijim do të ndodhë një kufisim në të dyja krahat, në përsinë e emergjencës dhe në përsinë e avashpa të tretën në rend të energji, sepse do të krijohet kanali që është në trupin ekzistues të rrugës kryqëzore. Nuk kryqëzore, por ne vërtet devijimin e trafikut në përparëson pa në plan. Se kjo që sezoni veror merret atë gati pas të fillimit në Po me këto procedojmë me këto të tjera dhe e korridorit të Po patjetër, ne kemi Kashar Lekaj, të cilën e kemi në fazë përfundimit të oponencës teknike dhe jemi në fazën përmbyllëse të dokumentacionit në mënyrë që në ana e kontraktorit të fillojnë. Të gjitha rrugët e tjera, tu lidhemi dhe me bypassin e Tiranës, e cila dhe ajo është Milot Baldreni është në fazat përministër, është në fazat përmbyllëse të procedurës. Unë mendoj që shumë shpejt, ndoshta për 2-3 javë, do kemi shpalljen e fituesit. I kemi dhënë përparësi, ajo është një rrugë që bën edhe shpyrjen e qyteteve të Veriut, kryesisht Shkodrës dhe Lezhës, dhe është procedurë që ne e kemi me shumë prioritet. Mendojmë që jemi në rrugët finale, pra është duke u përmbyllur vlerësimi dhe do kemi një shpallje fituesi, besoj për
maksimumi 2 javë ishte aty sepse jemi të gjithë në fazën kompjuter. Ajo në sidomos gjatë sezonit veror krijon atë zhvillimin e gjithë Bregdetit Adriatik, por edhe kryeqendrës së Shkodrës, të Lezhës dhe mendoj se jemi drejt fundit.